Fjala për zotin Braçe, të përgatitet zoti Kolliçi. Me thënë drejtën, fjalët që thuan këtu duhet kenë edhe logjik. Nëse ka një parti dhe një qeveri që në kohë të ndryshme, apo më mirë me thënë në dy kohë të ndryshme, ka aplikuar procedura të dhënies naftës pa akcizë e pastaj pa lek fare, është Partia Socialiste edhe qeveritë e saj Nano edhe Rama. Nëse do i qëndrojmë logjikës që shqiptarët kanë ikur dhe një arsye shumë e rëndësishme është nafta, atëherë i bie të kenë ikur shumë herët me dy periudha komplet të tjera. Kështu që logjika është gjë më e mirë që duhet funksionojë në parlament. Megjithatë unë nuk u çova për këtë, u çova për tjetër hall. Dy familje përcollën sot pa kthim shpirtin e tyre. Kush ka fëmijë e di fare mirë se ç'do të thotë që të përcjellësh shpirtin tënd. Një tretë, në fillim ishte në betejë për jetën dhe tani për rehabilitimin e një traume të rëndë që nuk do të jetë më fizike, por mbi të gjitha do të jetë emocionale edhe mentale. E gjitha pasojë e një krimi, përsëris krimi të rëndë në një rrugë lagjeje, vrasje me dashje për mua dhe asnjëherë aksident apo shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Një ngjarje e përsëritur në rrugë kombëtare apo rrugë shpejtësie, por edhe në rrugë vendore, qytetesh, po edhe lagjesh, madje edhe fshatrash. Dje kam publikuar një video të aksidentit, ashtu siç ndodhi, thellësisht, reale, pa censuruar asgjë. Me një arsye, refuzimin për ta normalizuar një krim të tillë. Në fakt, baza ligjore që ne kemi, kodi rrugor në fillim, e pastaj kodi penal e normalizojnë një krim të tillë. Në një standard krejtësisht po e përsëris normalizues. Një i pirë, jo thjesht i deur, është një stad akoma më i lartë ai, po një i pirë. Për më keq, pastaj një i deur që ngjet një makinë në rrugë, ndalohet, shoqërohet, dërgohet në paraburgim. Thuaj se në çdo rast praktikisht është liruar apo lirohet pas 2 ditësh. Procedimi i tij vazhdon në liri. Në dimensionin e kodit rrugor, të deurit i hiqen 11 deri në 13 pikë, nga patenta me 20 deri në 30 pikë, nëse i deuri është kapur nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 mëngjesit. I hiqen 4 deri në 8 pikë, nëse i deuri është kapur nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes. Ngarkohet nga një gjobë vetëm prej 20.000 lekësh. Praktika është që paguan 2 fishin e kësaj gjobe dhe me këtë mënyrë shmang pezullimin e patentës. Pra morali i gjithës është që ti mund të pish, ti mund të dehesh, ti mund të gazësh makinë, ti mund dalësh në rrugë, ti mund ndalohesh, ti mund shoqërohesh, ti mund shkosh në paraburgim, ti mund procedohesh, por në krahun tjetër ty të hiqen vetëm pikë patente, e në krahun tjetër, akoma dhe më tutje, ty në rast se ke para, paguan në çast 2 fishin e asaj gjobe dhe pezullimi i patentës tënde nuk ndodh. E bën një herë, e bën 2 herë, në mënyrë të përsëritur shkon deri në 18 muaj ndalim apo pezullim të patentës, në rast se e bën 3 herë, po prap shkon në ato logjik që thash. Nga 0.73, siç ishte i dehuri i kësaj radhe, në 0.70 i hiqen 10 pikë, vetëm 10 pikë në patentën e tij. Ndërkohë, ai po hetohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimin e mjetit në mënyrë të parregull, largim nga vendi i aksidentit. Ky është normalizimi ligjor që ne kemi. Ky është profili që përcakton sot kodi rrugor në referencë natyrisht të asaj që është votuar këtu shumë kohë më përpara. Ndërkohë banorët kanë një profil tjetër, pikërisht për të dehurin.
profilin e një të forti që sundon lagjen, që sundon rrugët, që dehet dhe që vret njerëz. Natyrisht e kam thënë dje dhe do ta them këtu me zë të lartë në sallën e kuvendit. Kjo nuk është shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Kjo është vrasje. Dhe nëse ne duam të bëjmë diçka në këtë aspekt, gjëja e parë dhe themelore që duhet bëjmë është që ndryshimet e reja që vinë në kodin penal të riformulojnë pikërisht akte të tilla si vrasje me dashje. Një ideur që ngjet makinën edhe kur ndalohet nga ligji, hyn në rrugë për të vrarë e për të vrarë me dashje. Faleminderit. Zoti Klliçi, keni fjalën?